Një 51 vjeçar humbi jetën pasi motocikleta me cilën po udhtonte u përplas me një kamion karrotres që po transportonte një ekskavator. Aksidenti ndodhi rreth orës 21 të mbrëmjes së të hënës pranë fshatit Dajç të Lezhës, ndërsa viktimë mbeti shtetasi Arben Tanushi. Përplasja ishte e fortë duke shkaktuar dëmtime të shumta 51 vjeçarit, i cili pavarësisht ndihmës së parë mjekësore nuk mundi të mbijetojë dhe gjeti vdekjen gjatë transportimit për në Spitalin Rajonal të Lezhës. Ndërkohë policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes shoqëroi në komisariat drejtuesin e kamionit, shtetasin me inicialet KZ 28 vjeç dhe nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që i mori jetën 51 vjeçarit Arben Tanushi. Ky është aksidenti i tretë që ndodh në aksin rrugor Lezhë-Shkodër në harkun kohor të një jave, me një bilans 1 i vdekur dhe 2 të plagosur, ndërsa mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor dhe mungesa standardeve në rrugë është shkaku kryesor i këtyre aksidenteve, shpeshherë edhe me pasoja në jetë njerëzish.